sallallahu alaihi wasallam që gjendet të musnedi Imam Ebu Hanifes, i cili transmeton prej mësuesit të tij Hamadit, e ki prej mësuesit të tij Alqames, e ki prej Ibrahim an-Nakhit, ndërsa ki prej Abdullah ibn Mas'udit, ndërsa Abdullah ibn Mas'udi prej pejgamberit alayhis salam, që thot, një ditë njëri e pyeti pejgamberin sallallahu alaihi wasallam, tha ja Rasulullah, si do të jetë dhe kush do të jetë njeriu i fundit që do të dalë prej xhehenemit? Tha Muhamedi alayhis salam, do të jetë një njeri i cili nga thellësia e xhehenemit do thirrë ja Hananu ya Manan. Edhe Gjibrili do ta dëgjojë atë. Edhe do të shkojë dhe do të habitet, do të mahnitet me atë zë, ja Hananu ya Manan, o mëshirues, o bamirës, do ta dëgjojë këtë zë. Dhe do të shkojë me të shpejtë te arshi i Zotit, edhe do të bie në sejdë Gjibrili alayhis salam, me lagje më e madhe Allahut. Edhe atëherë Allah do të thotë, ngritë kokën, o Gjibril. Edhe ta ngritë për t'i tregu Allahu diçka që ai nuk ka mund ta di. Thot çfarë është puna? Thot o Zot, jam duke dëgjuar një zën, nuk e di prej nga vjen ki. Ja Hananu ya Manan. Prej nga vjen ki. Sa vjen prej i fundit të xhehenemit. Shko edhe sill mani atro. Shkon Gjibrili te rojtari i xhehenemit te Maliku, pejgamberi alayhis salam e transmeton në zhvillimin se si do të ndodh. Thot edhe i thot rojtarit të xhehenemit Malikut, i cili i di krejt banorët e xhehenemit, se ku janë dhe çfarë dënimi posedojnë. Sikur që i di nana fëmijët e vet. Edhe ai do të shkojë ta kërkojë në xhehenem, nuk do të mund ta gjejë. A mirë po zanin e dëgjojnë, ja Hanan, ja Manan, thirrën për mëshirë. Ku do ta gjeje kur ati ka përfshi zjarë? Janë ngrit drujt e metalet e gurët e njerëzit, po digjen dhe nuk mund ta gjeje as Maliku. I thot Gjibrilit, nuk mund ta gjeje. Gjibrili alayhis salam sërish shkon te Allahu, te arshi i Zotit, dhe i bie në sejdë me lutje që Allahu t'i tregoj, sepse ai zë ja ka shku zemrën. E ka prek thellë, zë i cili thirr për mëshirë, ja Hanan ya Manan. O mëshirues, o bamirës, i ka kërku Allahu. Fund xhehenemit. Atëherë i thot Allahu Gjibrilit, ngritë kokën. Shko dhe thuaj Malikut që ai robi im është në filan vendin. E ja ka tregu vendin ku është. Shkon me Maliku edhe çfarë të gjejnë, çfarë të shohin. E shohin një miskin, një rob i lidhur me dua për qafe, e balit e këmbët, e përreth me azab, me dënim. E duke thirë, ja Hananu ya Manan. Atëherë e merë, i përkut të gjithë zinxhirët e cilët ka qenë lidhur Maliku, edhe e tërheq për te Allahu Gjeleshanu. Duke kaluar nga xhehenemi rrugës për te Allahu Gjeleshanu, me lagjet e shohën i djegur, i raskapitur, edhe thonë, o e mjerit i rob, kështu i thuan, kështu i përshëndesit. Shkojnë përballë Allahu Gjeleshanu dhe Gjibrili bie në sejdë. I thot ngritë kokën për ta bërë dëshmitar të ngjarjes. Thot ngritë kokën. Thot ja Rab, o robim, çfarë të gjeti të thirish? Ja Hananu ya Manan. Tha ja Allah, mëshira jote është e madhe. Shpresa ime e fundit ka me të mëshira jote. Edhe unë isha në fund xhehenemit. Mirë po, mëshira jote e ka plonë edhe atë. Edhe unë shpresoj shumë të mëshira jote. Tha o robim, a nuk të qova pejgamber, a nuk të qova libër, a nuk të qova njerëz që të rëzonin, pse ma ktheve shpinën, pse nuk qëndrove në rrugën time. Tha ja Allah, të gjitha i kam pa, të gjitha shenjat e tua i kam pa. Mirë po, ja që si rob kam gabuar, por unë shpresën time e kam varë të mëshira jote. Edhe gjithmonë kam jetu me mëshirën tënde. Pendohem ja Allah, ja Hananu ya Manan. Atëherë Allahu Gjeleshanu mu i thot, Gjibrilin e ke dëshmitar. O Zot, thot kur ti më nxore nga gjithë ajo ngrehim, nga i fund xhehenemi, kur ti më nxore,
dhe u lirova, u pastrova, kam shpresë që ma nuk do të më kthesh prapë atje. Atëherë i thot Allahu xhaleshanuhu, o Xhibril, i dëshmitar që këtë rob e kam fal edhe le të urdhëre të hyjë në xhennet. Mëshira e Allahut prej fundit të xhehenemit. Nuk është ky mesazh dhe nuk është ky hadith që ne tani ta marrim këtë dhe themi t'i japim kurajve të vetes. Do shta unë kam pak më tepër punë se ai, edhe unë do të jem pak më nakt se ai ose do të shkoj fare në xhehenem. Mirë po, njerëzit të cilët nuk e humbi shpresën te Allahu xhaleshanuhu e kanë një përfundim të tillë që mëshirohen për Allahu xhaleshanuhu.